Janë Berisha, Dule dhe Fredi Sheu. Janë tre... Se madhe, jo, Fredi Sheu thot Fredi Beleri. Fredi Sheu është ai, po Beleri u bë më vonë, mbas moshës 16 vjeç. Janë tre eksponent të cilët sigurisht që kanë shumë ndikim në politikën shqiptare, kanë pat interesat e veta. Ne kemi parë që Fredi Sheu u prit në zyrën e Mitsotaqisit si një hero, u soll pastaj u bërë deputet në kohën kur fitoi edhe mandatin e tij, por mos harrojmë që interesat që ata flas më shumë dhe i referohem edhe zotit Berisha. Pas marrëveshja me Greqinë për detin, ka qenë pas periudhës së ish kryeministrit Berisha, ku vetëm qëndrimet e tij sollën diskutime, jo vetëm dhe debate në politikën shqiptare, po dhe në atë greke. Ne dim shumë mirë që kanë qenë grekët ata që e kanë stopuar, ose që e kanë stopuar po, të gjithë debatin dhe faktin që ne nuk kemi sot një institucion shqiptar që i drejtohet qoftë me rezolutë si Goxhaj, qoftë me një kërkesë të kryeministrit, dhe pse ne e pam që kryeministri Rama në takimin e tij të parë me diasporën në Greqi nuk e përmendi fare marrëveshjen me detin. Jo, po sepse konsiderohet nul. S'mu përmendet ajo në diasporë. Po përderisa foli për shumë gjëra të tjera. Ka filluar një të re. Ka një marrëveshje tjetër. Ka filluar një marrëveshje të re për detin në Rama. Pra tjetër ai tjetër ky. Filluar marrëveshje, ka qenë gjyq apo jo? Jo, më është marrëveshje me ta, është marrëveshje për detin për të vajtur në gjykatë Hagës, sepse në gjykatë Hagës për çështje detit nuk mund të shkosh vetëm. Duhet të dyja palët të bien dakord që të shkojnë në gjykatë. Për ta nda Haga. Jo, për ta nda Haga, po paraprakisht duhet të bien dakord me kërkesat e tjetrit.